Kjo xhami këtu është ndërtuar në vitin 1816. Në vendin bashku jam këtu, komandanti i Rrafshit Dugaxhinit Ramush Haradinaj i ka arrestuar ushtarët e parë të fshatit Erzniç që në mënyrë vullnetare janë ardhur këtu, janë arrestuar edhe janë prezantuar edhe janë shënuar me emra se kush don vullnetarisht me hi me dhon kontributin e tyre për luftën shërimtare. Përgjatë luftës, në këtë xhami, se këtu vendi i Erzniçi është një vend që për këtë Kosovës janë ardhur, janë bashku këtu. Këtu ka qenë një lëndin, ose më thonë, ku është fusha e sportit që pritet më votash, atëherë ka qenë e pastër, krejt u konë e mushne me ushtar, vullnetar, bashkë me oborën e xhamisë, por edhe me xhamin. Në këtë xhami kanë flajt, kanë hongër, kanë pi ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, cilë fshati ju ka dhënë ushqim dhe pije ju ka ofru, sepse këtu vend ju ku janë të bu për me shku për armatim. Pe këtu që nisë në Glagjan, edhe kanë marrë rrugën për Shqipëri për me shku me armaturës atje. Është një vend dhe mund ky si fshat i ka lidhë gjitha këtu fshatra, por për këtë Kosovës kanë ardhur këtu edhe janë bashku. Këtu janë bo bashkë gjitha rajonet, gjitha vendet e Kosovës edhe kanë fillu për me shku për armatim. Unë jam Orhan Qeku, jam djali i dëshmorit Maxhun Mal Qekaj, ishte komandant, Maxhun Mal Qekaj ishte komandant i shtabit lokal në fshatin Erzniç gjatë periudhës së vitit 1998, pra kur është filluar për herë të parë është organizuar luta shërimtare në territorin e Rrafshit të Dugaxhinit. Shtabi i ushtrisë shërimtare të Kosovës është organizuar rreth prindit tim Maxhun Mal Qekaj, i cili ka qenë profesor i mbrojtjes, ka qenë ushtarak me profesion, i shkollum në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe ai ka ftuar disa antarë të fshatit që kanë qenë gjithashtu njerëz intelektual, profesora, nëpër gjimnaz, mësuesa, njerëz me autoritet, dhe është ndoshta shtabi i parë që u formua nga njerëz të përgatitur edhe ushtarakisht edhe intelektual të mirëfill të zonës. Kjo ka bërë që zona, rinia edhe në përgjithësi fshati edhe zona e Dugaxhinit me pas edhe mbështetje pastaj gjithë popullore në luftën shërimtare. Shtabi është formuar në Erzniç, fillimisht për ata për jepi ekskluzive lajmin për herë të parë, ndoshta takimi i parë është bërë në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë, kur janë takuar Maxhun Qekaj, është takuar bashkë me Bajram Dacin, që ka qenë drejtori i shkollës gjimnazit Sami Frashi në Erzniç, Hajdar Qekaj, Beqir Berishaj, disa të tjerë ma vonjen inkuadruar, edhe profesor Shevqet Haskaj. Jenë takuar në shtëpinë time dhe kanë marrë vendim që mi bashku luftën shërimtare. Pastaj janë takuar me komandantin e zonës operative Rrafshit Dugaxhin Ramush Haradinaj dhe takimi i madh është bërë pastaj në qendrën e fshatit në kullën e Isa Berishës. Jenë takuar. Këtu, në këtë vend ku gjendemi sot, ku bëjmë përërimin e pllakës prokurtimore, fillimisht ka qenë shtabi i fshatit lokal për fshatin Erzniç, nën komandën e profesor Maxhun Qekaj. Fillimisht ka qenë këtu, mirë po për pushtuesin serb ka pas informata sepse këtu ka qenë shtabi dhe kanë sulmuar me granata nga vendi i quajtur Podi i Kështënjave që është në Deçan, pra është vendi sipër Deçanit quhet Podi i Kështënjave. Është granatuar vendi pikërisht shtabi ku ka qenë dhe pastaj kanë ndruar dhe kanë kaluar në objektin. Këtë pjesën këtu, xhamia ka qenë e vendosur pothuajse në rand me murin këtu dhe ka qenë një dhomë ekstra pej pjesës ku është falë namazi, aty ka qenë shtabi i UÇK-s. Mas granatimit, pastaj fshati e ka zhvendos shtabin në objektin e postës, sepse në fshatin e ka gravituar edhe posta në kohën para luftës. Fshati Erzniç edhe nga intensiteti i luftës, por edhe për nga sakrifica, është vërtet një themeli i luftës sonë. Edhe është ndryshe thonë vendi parë që e mura seriozisht luftën pas zhvillime me 24 mars. Unë ka pas nderin të jem këtu me ju, mund këtë vend, sot. Ta të rashtohemi për herë të parë, ta fillojmë së bashku atë që vërtet ishte një luftë e vështirë, shumë e vështirë, shumë e dhimbshme. I kujtoj me respekt sot bashkëluftarët tonë, edhe martirët edhe të gjitha ato vujtjet popullit tonë. Shënjestër.net